35 vite në shërbim të artit, muzikës dhe kulturës shqiptare, një rrugtim i gjatë i ndërtuar me shumë përkushtim, pasion dhe punë të palodhur në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë tonë kulturore. I lidhur ngushtë edhe me Gjeladin Zeçiri, një prej institucioneve më të rëndësishme kulturore shqiptare në vend, ai ka kontribuar edhe në edukimin e brezave të rinj, zhvillimin e jetës artistike dhe afirmimin e vlerave autentike folklorike shqiptare. Përmes ansambleve, orkestrave, koncerteve dhe projekte të shumta kulturore, ai ka lënë gjurmë shumë të rëndësishme në skenën artistike ndër vite. E sot kemi kënaqësinë të mirëpresim në studio artistin, pedagogun, me të cilin do të flasim për 35 vitet e karrierës së tij, e kemi zotri Pustina në studio. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë, sidomos për të shënuar 35 vjetorin. Faleminderit e nderuara Xhanan, jo vetëm për ftesën e sotshme, por edhe për ndjekjen e vazhdueshme të aktiviteteve të mia, por edhe të aktiviteteve kulturore që ndodhin në shtetin tonë. Patjetër që ato na bëjnë të lumtura, ato aktivitete na mbajnë, të themi, se shpesh thuhet se një artist kur krijon vepra, ndërsa një vizionar krijon institucione. Ku e sheh veten jetoni pasi që juve keni krijuar edhe vepra dhe institucione dhe ju ajo që më së shumti më bën përshtypje është se ju edhe krijoni artistë të rinj, përkrahni dhe i nxjerrni ato në pa dhe qëndroni gjithmonë prapa atyre. Kënaqësinë më të madhe e kam ajo që mund dhe kam mundësi të nxjerrë artistë të rinj në skenë. Ajo më jep kënaqësinë më të madhe, por edhe punët të tjera që i bëj që janë të shumta dhe ne do i bisedojmë. Patjetër. Mbase punoj edhe në shkollë të muzikës, jam edhe te burimi i talentëve. Dhe kjo më jep një mundësi që për sa afërmi të punoj me to, t'i dëgjoj, t'i udhëzoj, dhe pas disa viteve dhe të bëhem krenar me arritjet e tyre. Po para se ta fillojmë bisedën, unë do të kisha apostrofu, ose kushtimisht tanë të pastru dilemën, se shumë veta më thonë, jeton, po ti e i ri, si u bën 35 vjetë. Edhe është ajo më kryesorja që unë e kisha pas dëshirë ta them. Me kulturë merrem nga mosha 11 vjeçare. Në fakt, i ndjeri babai im, më ka marrë në seksionin e dramës në shoqërinë Gjeladin Zeçiri dhe prej atëherë nuk jam ndarë skenës as edhe një ditë. Për atë arsye janë bë 35 vite. Në momentin që u regjistrova në shkollën e muzikës, dola në seksionin e muzikës, edhe me kalimin e kohës, mandej, por edhe me vazhdimin e fakultetit, fillova edhe në aspektin organizativ të jem pak më aktiv, edhe në aspektet e tjera, dhe u bën shumë vite, shumë ngjarje, shumë udhëtime, shumë koncerte, shumë që unë mendoj se vetëm pas disa viteve një monografi do t'i mund t'i përmbledh të gjitha. Mbase thash janë të shumta. Përveç se e ndjej mirë veten kur punoj me talentet e ri dhe i nxjerrin skenë, aty ndjej një kënaqësi të jashtëzakonshme, çdo herë kam pas edhe ëndër, edhe ideal që unë, jo vetëm unë, por edhe kolegët e mi, duke i parë në vështirësitë të cilët ka kalu kultura shqiptare në shtetin tonë, që kjo kulturë të institucionalizohet. Dhe aty të ndjehemi pak më komod, por edhe të barabartë me bashkëqytetarët tonë. Sigurisht kjo punë nuk është bë mund të themi që është si një mision i përfunduar apo i papërfunduar? Është ende i papërfunduar, sepse këto institucione që i kemi themeluar duhet t'i zhvillojmë edhe më mirë. Por do të kisha thënë një gjë, nuk duhet kënaqemi vetëm me kaq. Kultura shqiptare sigurisht vitet e fundit ka një përparim, ka një zhvillim, themelohen institucionet, punësohen artistë, kemi dyert më shumë të hapura, por tani varet nga ne se si i zhvillojmë ato institucione dhe çfarë kvaliteti. Po si e shfrytëzojmë rastin dhe çfarë niveli artistik kanë. Sido që të jetë ne s'kemi pas asgjë, tani kemi diçka. Dhe për të përmbyllur ky mision i joni, do t'ishte mirë që edhe ne shqiptarët e maqedonisë tani të fillojmë të bisedojmë edhe për baletin. Për arsye se... të lumë, nuk e prita këtë përgjigje, po të lumë. Për arsye se duke i parë vajzat e reja, sa shumë e duan baletin, dhe pas disa viteve, se 10 vite dhe 20 vite në histori nuk janë asgjë, janë si 2 ditë. Ne duhet të mendojmë që në shkollat e muzikës t'i hapim drejtimet e baletit dhe vallëzimit popullor, ose në sferën e folklorit, dhe për 10 vjetë ne mund kemi një gjenerat ku mund të themelojmë edhe një institucion të ri
baletin shqiptar në Republikën Shqipëria e e ka? Po, e ka Shqipëria dhe e ka edhe Kosova. Ky është arti elitar. Vetëm me art dhe me zhvillimin e jetës artistike, po normal, në investime dhe në arsim, arti dhe kultura janë të arti, kultura, arsimit pandashme, vetëm në këtë mënyrë ne do të tregojmë nivelin ton dhe vlerat tona si popull. Për atë arsye ëndrat nuk ndalen asnjëherë. Unë nëse kam filluar të flas për baletin, sigurisht duhet të flitni edhe ju, duhet të flasin edhe të tjerët, të gjithë, dhe kjo ka një strategji. Thash, strategjia është të hapen paralelet e baletit. Tani shqyqyr zotit kemi edhe shkolla muzike në Shkup, në Struk, në Tetov, për disa vite dalin gjeneratat e para dhe kështu mund të fillon një iniciativë për themelimin edhe të baletit. Po si para sa viteve shkolla e muzikës ishte vetëm me një paralele, ndërsa tani është një shkollë... Po, u hapën paralelet e para në Tetov të gjuhës shqipe. Mandej, prej Tetove u formuan paralelet e disperzuara në Struk. Mandej u hapën edhe paralelet e gjuhës shqipe në Shkup. Dhe kështu që u krijuan disa breza... U bëhet një tradit, pse jo të jetë shkolla? Edhe tradit, po edhe dolën njerëz artistë shumë të mirë, domethënë të shkolluar, të cilët sot janë të punësuar në arsim, por edhe në institucionet kulturore, siç është ansambli i këngëve dhe vallëve popullore, presim punësimet e para edhe në ansamblin muzikor. Por edhe kjo, kur është bisedu para 20 viteve, ka qenë si një ëndër që do kush e ka menduar, ja çka flet ky, ose çfarë flasin ato profesorët e Shkupit, të Strugës e kështu me radhë. Mbasi këto idejat janë të përbashkëta, ne i bisedojmë, po çdo herë ka një lider që urrin punëve përpara. Po flisnim fakt për modernizimin. A është më e vështirë ta ruash traditën apo ta modernizosh atë pa e humbur identitetin? Se sa po e thatë klasa, po ta ruajmë atë edhe me vallëzimin folklorik. Sigurisht, do me thonë. Njerë të themi se ne si shqiptar kemi një folklor jashtëzakonisht pasur. Atë e ndjejmë kur shkojmë në festivale ndërkombëtare jashtë vendit, gati në gjitha shtetet europiane, dhe me çfarë fjalë miradije ose me çfarë komplimente na thurin këto profesionistët, folkloristët e kështu me radhë. Do me thonë, folklori jonë i jugut, Labëria, Korça, Shqipëria e Mesme, tradita e Shkodrës, Kosova, Pollogu si folklori pa prekur. Do me thonë, kemi një pasuri të jashtëzakonshme, me të cilën ne duhet të krenohemi. Unë mendoj se kjo duhet të ruhet, të kultivohet, por edhe të institucionalizohet, që kemi edhe Institutin për Trashëgimi Kulturore, tani kemi edhe shoqatat kulturore artistike, ku janë kyçur edhe shumë profesionistë, kemi ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore, dhe shumë e rëndësishme është të ruhet tradita folklori i pastër burimor. Por normal, edhe elementet e moderne, të cilët tani vetë se kanë filluar të hyjnë në për vallet e reja ose këngët e kështu me radhë. Pa humbur identitetin. Absolutisht që duhet pak të ecim edhe me kohën, normal që nuk mund të qëndrojmë vetëm në vend, por ajo originalja duhet të mbahet edhe të kultivohet, të ruhet edhe të paraqitet para publikut. Do me thonë, çdo gjë me kohën e vet. Në fakt, për këto vite, në Maqedoni, tek shqiptarët e Maqedonisë kanë funksionuar vetëm shoqëritë kulturore-artistike, Emin Duraku, Ibe Palikuqa, Bajram Shabani, Xheladin Zeqiri. Dhe ato kanë qenë institucionet e vetme ku kanë kaluar të gjithë prindët tanë dhe të gjithë ne. E gjithë artistët këngëtarë të themi realisht. Nga aty e kanë filluar, po. Tani, ata janë sot personalitete, janë profesorë, janë drejtore, bëhen edhe ministra, i kanë kaluar të shkallë. Dhe ato e dinë mirë se çfarë është tradita, kënga e pastër shqipe, vallja, folklori burimor e kështu me radhë. Por të rinjt, do me thonë, duhet të vazhdish metodologjinë se si të bësh pak më interesant. Në fakt, normal, elementet pak më moderne mund të vendosen edhe te vallet, edhe te këngët, por duhet të qëndrojmë tek origjinali. Ku jemi tek të rinjtë, do ndalemi pak edhe tek fillimi që e përmendet të Shoqëria Kulturore Artistike Shqiptare Xheladin Zeqiri. Si po e mbani ende gjallë frymën e të rinjve pikërisht në këtë shoqëri, se e shohim se ka jashtëzakonisht shumë të rinj të cilët janë aktiv dhe jashtëzakonisht e duan shumë këtë shoqëri. Mbi të gjitha është edukata familjare. Fakt, ajo është baza, se si do të udhëzojnë prindet, dhe e dyta, ne si profesor të tyre, ose si njerëz qytetit të cilët na ndjekin, do të jemi shembull se si duhet ta prezantojmë qytetin, kulturën, ose çdo gjë që ka të bëjë me këtë traditën shqiptare. Interesimi për fat të mirë në Tetov është shumë i madh tek të rinjt,
për arsye se edhe të rritë kanë ëndrat e tyre. Kur shohin për shembull, një vajzë ose një djalë që ka kaluar te ne sot është bë i famshëm, është personalitet muzikor, normal që ato duan ta kalojnë ato shkallë. Tranzicion, atë fazë. Por edhe prindet tash luajnë rol të rëndësishëm duke i eduku fëmijët në shtëpi se çfarë është rruga e drejtë, çfarë është mirë, kush është historia e qytetit Tetovës, kush ka kaluar në atë shoqëri, çfarë prezanton ajo shoqëri, çfarë vlere ka, kush e udhëheqën atë shoqëri, në çfarë rrugë i drejtojmë ne ata tri dhe shumë komponenta lidhen që interesimi është kaq i madh dhe ne jemi shumë të ndjekur edhe unë me krenari e them, domethënë Tetova është qytet i madh. Mundet gjysë e Tetovës në paraqitjen mua ose antarëve tjerë të kryesisë, a ka mundësi që fëmia im ose fëmijët tonë të jenë pjesë e juaja. Për ne është një krenari, por edhe një obligim i madh. Domethënë e kemi kaluar, e kemi dhënë provimin për t'i ofruar njerëzit, edhe për të bë, edhe për ta zhvilluar jetën artistike, por edhe për të mbajtur një nivel të mirë me të cilën unë jam i bindur që krenohen të gjithë me ne. Nëse nuk jam gabim, keni deklaruar se shoqëria kulturore artistike Gjeladin Zeqiri është brand. Sigurisht, brand është, Tetova ka disa brende. Çfarë qëndron pas këtij brendi? Sepse aty kemi kaluar të gjithë, kanë kaluar edhe antarët e elitës 5, kanë kaluar edhe themelusit e Universitetit Tetovës, kanë kaluar edhe themelusit të klubit futbollit Shkëndia, klubit voleybollit Shkëndia. Domethënë, patriotët më të mëdhej, shkrimtarët më të mëdhej, Murat Isaku, Abdulaziz Islami, gjyshi im Nixhat Pustina, edhe shumë të tjerë, të gjithë kanë kaluar në këtë shoqëri Gjeladin Zeqiri. Për atë arsye unë do të kisha thënë, është krye brendi i qytetit. Brend mund t'i themi edhe klubit Shkëndia, edhe Elita 5, ata janë brende nuk diskutohet. Nëse flasim për shqiptari, Elita 5 na përfaqëson më së miri. Kjo është gura popullore. Shoqëria jonë aty ku buron. Është burimi i një lumi i cili mandej bëhet lumi i madh e derdhet në det. Kështu që ne të gjithë e respektojmë të kaluarën e njëri tjetrit dhe me kënaqësinë më të madhe flasim për sukseset e njëri tjetrit. Për atë arsye Gjeladin Zeqiri nuk njihet vetëm në hapësirat shqiptare, por njihet edhe gati në gjitha festivalet më të njohura evropiane, të cilat i kemi kalu. Dhe jeni kthyer me çmime. As që e diskutojmë këtë. Po sa është e vështirë të menaxhosh breza të ndryshëm, sepse kanë ambicie, butkuptime të ndryshme, juve vetë thatë keni qenë edhe ju 11 vjeçar, ndërsa tani ju vinë fëmijët që nga mosha 10 vjeçare. Butkuptimet janë të ndryshme. Si e menaxhoni dhe motivimin që ua jepni? Po, ajo menaxhohet në fakt duke pas shumë përvojë në arsim edhe duke kaluar shumë breza të tërë, duke pas punë me shumë karaktere, edhe bëhesh edhe ekspert se si duhet si mund t'i menaxhosh ata fëmijë. Një psikolog në vete. Psikolog në vete, se nuk kemi vetëm fëmijë të moshës 10-11 vjeçare, kemi edhe shkollës mesme, kemi edhe studentë. Edhe fillova nga ato më delikatës. Se tek grupet e vallëve, vallet e të rinjve, vallet e fëmijëve, orkestra është e veteranëve, kemi orkestër të rinjve, kemi solist veteran, kemi solist të rinj, domethënë shumë moshash, por na mban e fryma e përbashkët që e shoqërisë tonë që na ka familiarizu edhe tani kemi ardhur në atë stadin që merremi vesh edhe pa bisedu. Me fjalë, pa duke i respektuar të gjithë, duke respektuar pozicionin e çdo kujt, edhe vetëse jo rastësisht janë gjithë të rezultate, gjithë të suksese, sepse vetëse disa gjëra janë kornizu edhe nuk dalim nga. Nuk e lejoni që të delni nga korniza. Tetovën e përmendëm, Gjeladin Zeqirin e përmendëm, grupin e famshëm Elita 5 që duhet përullur kur flasim për ta. E kanë edhe një grup të grave që është bërë një nga identitetet më të veçanta artistike të Tetovës, grupin Teuta. Edhe ju keni pak duar aty? Po, në fakt, prej kur është themelu grupi Teuta, edhe unë, edhe shumë të tjerë jemi pjesë e pandashme, duke qenë pjesë e orkestrës, ose duke marrë pjesë në korat, në prova me korin, me piano, e kështu me radhë. Tani ata janë pjesë e pandashme e shoqënisë tonë, mirë po është një fenomen këtu, se grupi grave ekziston që 20 vjetë. Edhe duheshte që të shkojmë në Shqipëri në një reality show, po, jo reality show, një audicion, kështu ishte si një kompeticion, po, edhe u bën aq të famshme
sa që njerëzit menduan se Aty grupi ka filluar këtë vit të funksioner. Aty u janë mbledh gratë. Kështu që ai ishte një rezultat i punës 20 vjeçare dhe fatit të tyre që puna e tyre të del në pas shumë viteve funksionim. Kështu që u thyen edhe shumë tabu të cilët bashkë kombasit tanë Shqipëri dhe Kosovë e kishin për ne, të flasë për qytetin e Tetovës, sepse për fat keq ende mendojnë se ka një mbrapambeturi tek na, sepse femra shqiptare ende... Për Tetova të kundërtën e dëshmon. Po jo, me këtë, jo se dëshmuam, se nuk është ashtu, po në shumë aspekte mund t'jemi edhe para, edhe Tiranës, edhe Prishtinës, mbasi që edhe Tirana edhe Prishtinës kishin grup grash, ne kemi. Juve, po, e keni ato gratë aqë të mira, aqë të dashur, aqë pozitive janë. Gratë të cilat e kultivojnë me zemër këngën e pastër shqipe, të cilat japin një mesazh se gruaja shqiptare është gruaja e fortë, me gjithë ato halle dhe sakrificat që i kanë jetë, ajo gjen kohë për prova, dhe del prezentohet në medium, edhe të tregon se ata gra nuk dolën rastësisht tani në televizion. Ato si vajzat e reja kanë qenë të gjitha këngëtare ose valltare në shoqërinë Xhadin Zeqiri në vitet kur femra shqiptare ka qenë problem të del në skenë. Do me thënë, ka qenë shumë problem para viteve 90 femra dile. Ky ka qenë realiteti. Nuk flasim për 2026 kur ma këto çështje që bisedohen dhe janë normale dhe normale duhet të jenë. Dhe u aspjegojsh se në Tetov ka ndodhur protestat e 68-s, e 81-shit. Tetova çdo herë ka pas të rrugosur. Tetova çdo herë ka pas intelektual. Tetova ka pas njerëz që fëmijët e tyre i kanë dërguar në studime me kushtet mira, pa kushtet mira, në Tetov ka pas vetëm... Mjek botëror tetovar. Kur bisedoj për Tetovan, mase bisedojmë për qytetet tjera, sepse nuk është ajo ashtu si që në mendoni neve. Une nuk kam asgjë kundër fejes, mirë po të na lidhni, do me thonë, ashtu si që mendoni ju. Feja është pjesë e pandashme e jonë. Nuk diskutohet e çështje, por jo me atë bot kuptimin tuj se ne mund t'jemi shumë mbrapambetur, ne jemi të dhanun. Mbas vetë, osh kush është i dhanun, është e drejta e ati. Por ne mbi të gjitha jemi shqiptar, jemi qytetar, edhe njerëz të cilët i kanë dhënë shumë këtij kombi. Dhe rran grupi grave, ra edhe Xhadin Zeqiri në shumë raste të shohin që ne me të vërtet jemi këtu. Nuk dallojmë shumë edhe nga qytetet tjera. Tani do ndalemi pak te beteja e orkestrës. Tuaj themelimi i orkestrës, sa ishte kjo një betejë? Ishte diçka e re, po diçka që e kishit menduar më herët? Sigurisht, kjo njerë ishte një kërkesë e gjithë kolegëve, nxënësve, profesorëve, atyre që diplomonin dhe nuk kishin ku të shkonin. Dhe ishte një betejë shumë e rëndë. Për arsye se të krijosh institucion nga fillimi është shumë zor. Njerë kushtimisht është duhet ta luti shumë politikën, po për fat mirë nuk ishim në vesh të shurdhur, po kishim ndihmë në atë aspekt. Dhe e dyta që është më e keqja për ne, se pavarësisht se ndrohen pushtetet, institucionet duhet të zhvillohen. Më vjen keq, do me thonë, të them se u shpallën, do me thonë, 23 vendet pune, mandej nuk u realizuan. Sepse thatë, pak më herët. Se kjo duhet të realizohet. Kush do që ta bonat, duhet me i thonë fjalë të mira, komplimente, ti themi një bravo, se ne kemi bravo në qef, edhe të zhvillohen gjërat. Si do që tjetë, institucioni ansambli muzikor në Tetov ekziston dhe shpresojmë në punësimet e para. Në momentin e parë që do të ketë punësime, atër edhe ai ansambl do të jetë në këmbë më të shëndosha. Unë e lus politikën që të intervenoj më shumë edhe të ansambli këngëve dhe vallëve popullore shqiptare, se nuk ka shtëpinë e vet, që me të vërtetë është elementi kryesor është shtëpia, domethënë ne duhet ta ngrejmë zanin, jo të hidhnojmë politikanët, po të themi qasu një pak më ndryshe kulturës, se ansambli dhe këngëve dhe vallëve popullore u duhet shtëpi e vet, sepse kemi domethënë artistë fantastik aty, të cilët bredhin nëpër sallat e Shkupit se ku do e mbajnë sot provën, ku nuk do e mbajnë provën, dhe ansambli muzikor në Tetov ku presin shumë artistë shqiptar të diplomuar të punësohen, përveç se të shohim dhe të dëgjojmë këngë dhe valle popullore, dëgjojmë pak e në Chopinin. Po, a sa ka artistë të cilët e duan muzikën serioze? Ka shumë,
që në momentin që e shpalla konkursin, prej Kumanove deri në Struk, më paraqit nuk e di sa artist, që unë i njoh shumë i nxënësit e mi të diplomuar në Tetov, në Shkup, në Prishtinë, Tiranë, të cilët presin hapësirën e vet. Dhe nëse ti do ta kesh institucionin, ti do të bësh koncerte edhe për shkollat fillore të mesme dhe faktikisht fillosh edukosh breza të tërë, të cilët pas 10 viteve ti do kesh një publik i cili do ta kesh standard dhe e din se çka është muzika e serioze, muzika e popularizuar, jazz muzika, mund bëjmë edhe festival të muzikës së lehtë e kështu me radhë. Do me thonë, jo çdo gjë që e kemi thënë na është realizu, por shumica me këmbgulje dhe punë. Fjalët i lam në emisione të tregojmë se çfarë kemi kalur, po kemi lanë diçka mbrapa. Ne me krenari mund të themi se shqiptarët e Maqedonisë para 20 vjetëve s'kan pas asgjë. Kam pas vetëm teatri, është quajtur teatri i kombësive. Në Shkup, tash është teatri shqiptar, është teatri në Tetov, është teatri i fëmijëve, teatri i fëmijëve i të rive në Shkup, teatri Ngostivar, ansambli këngëve dhe vallëve popullore, është galeria e arteve, është instituti i trashëgimisë kulturore, është një galeri e arteve tani e themeluar në Gostivar, është ansambli muzikor, faktikisht kemi jetë shumë, por duhet t'i mbajmë. Edhe të përkrahen, edhe t'i mbajmë. Edhe unë e mendoj që kemi bërë shumë hapa pozitive, por a duhet ende punë, po sigurisht që duhet ende punë. Në gjithë këto vite, folëm për etapa të ndryshme, ka pak se koha na premton ashtu, çfarë ju ka mësuar arti për jetën? Edhe jeta për arti? Shive, arti, nëse merresh me arti të mëson se jeta është shumë e bukur. Se arti ka të bëjë me të bukurën. Edhe arti, mua personalisht më ka dhënë mundësi ta shoh një herë tanë Evropën, më thonë tanë botën, të takohem me shumë njerëz, të shoh dhe të mësoj nga shumë kultura. Të jem dikushi aq sa jam në vendin tim. Të kem një farë lloj respekti edhe në qytetin tim, por edhe më gjerë. Edhe mbi të gjitha më ka përmbush shpirtërisht, për arsye se unë të gjithë ato që i flas, dhe nëse kam pak gisht në këto punë që ju i thatë, unë ndjej një krenari dhe ndjehem mirë. Ka mund dikun të ndihmoj. Nuk është, kjo është punë ekipare, shumë veta kanë kontribuar. Por thash, dënjoni duket më shumë është lider. Lideri pa njerëz nuk mund bëhet. Unë me krenari e them se kam edhe një pak kontribut edhe në paralelet e muzikës në Shkup. Do me thënë është iniciative prindërve dhe profesorëve të Shkupit. Po ja që mund ftuam të jem profesor i parë. Kam një pak kontribut edhe në themelimin e paraleleve në Struk, se kjo ka të bëjt njerë me shkollimin, e mandej i presim frutat në institucione. Shumire thatë në fillim e vështirë është ai i pari, pa pastaj... Edhe është, edhe atje, me iniciativë profesorëve të Strugës, ku ka qenë prijes Selami Kolonja, me prindet. Unë kam qenë ndër udhëheqësit e shkollës Tetov. Edhe aty kam një kontribut sa të vogël. Edhe si drejtori i shkollës muzikës të Tetov, duke nxjerrë gjenerata, ato mandej bëjnë atë trysni shtypjen që duhet patjetër të themelohen edhe institucionet, sepse politika kur e shef se gjithë të ri diplomojnë duhet të punësohen dhe kundi. Njëjtë edhe me verën e kulturës tetovare, që sot e kësaj dite vazhdon, edhe Tetova feston nëntarin. Do me thonë, personalisht ndjemi përmbushur, por ka edhe një gjë që gjeneratet e reja për fat mirë janë më të mirë se ne, edhe më të pregatitur, unë do të kisha thonë, edhe në aspektin artistik, por u mungon diçka, zemra u mungon. Ajo guximi, edhe u thomë, ju mund t'jeni shumë më të mirë edhe çdo gjë mund keni përparësi ndaj nesh, por nëse se keni guximin, nuk mund bëheni edhe dhe kush edhe të bëni diçka. Sepse njeriu i suksesshëm në jetë nuk mund bëhet i suksesshëm nëse nuk dështon një herë ose dy herë. Mundet edhe ma shumë. Mundet edhe ma shumë. Vetëm mos të dorëzohet. Po suksesi nuk arrihet, do me thonë, nuk e ke rrugën e hapur. Patjetër të dështosh një herë ose dy herë, dështimet nuk mund të jenë shumë mëdha, mirë po, dështime prapë. Normalisht, nuk na realizohen ashtu siç i kemi planifikuar ato. Të forcojnë edhe ma shumë, edhe do me thonë, arrihet diçka në jetë. Sido që tjetë, unë mendoj se edhe një 20 vjetë, si të kemë jetë dhe shëndet, do dalë në pension. Tu dua të ndërlidhem si pyetje e fundit, profi. Nëse kurdo që ju e ndjeni veten të gatshëm të largoheni nga skena artistike, cili do të jetë amaneti që dualini brezave të rinj?
Amaneti do të jetë që mos e hupin atë frymën kombëtare, edhe dëshirën për të kontribu, pa mos e mendu kthimin. Do me thënë, pa tjetër të kontribujsh për qytetin, për njerëzit, për vendin tënd, dhe asgjë mos e shtin në pazar, se pa tjetër duhet të kthehet në forma qoftë monetare ose qoftë diçka të tillë. Jo gjithçka duhet. Sepse mbi të gjitha është respekti dhe ajo puna të cilën e bën që një ditë do të mbahen mend. Do të mbahen mend se do të thënë gazetar, do bisedohet emrit, do përflitesh, do të thrasin Kosovë, do të thrasin Shqipëni, do të kesh ftesa për Evropës. Domethënë nuk mund të ta mohon kërkush as punën, por as atë vulgje e ke lanë. Edhe kështu unë u them të rive, çdo herë ju duhet kontriboni të jepni nga vetvetja, një ditë do t'u kthehet. Profesor Qëndro, kështu që shie, me këtë mendësi, me këtë modesti dhe padyshim me këtë zemër humane që e keni, ndihmojuni sa më shumë të rinjve, shpresojmë që edhe gjitha ato dëshirat, iniciativat, planet që i keni, pse jo t'i realizoni për gjeneratat e reja, dhe t'u jepni sa më shumë hapësirë në kulturë, në artë, dhe sepse një njeri që merret me kulturë dhe artë, mendimi personalisht se nuk mund të ketë një zemër të keqe. Kështu që ndërtoni sa më shumë shpirta të bardhë dhe ndihmojuni atyre që të emri i tyre të njihet sa më shumë dhe të kemi sa më shumë si ju. Faleminderit shumë. Miq të dashur, ne këtu e përmbyllim sot emisionin, ishim për plot 120 minuta drejt përse drejt nga servisi publik i Gjuhës Shqipe. Takohemi nesër pikërisht në ora 8 deri në ora 10 për surpriza tjera. Deri atëherë, mirupafshim dhe mirëmbëjtje.